Joana Toshi ka përvëluar sërish Instagramin me një set fotografish që kanë ndezur rrjetin. Blogerja dhe influencuesja e njohur, e cila prej muajsh përflitet për romancën e saj me këngëtarin Joz Marku, ka zgjedhur të shfaqet më e guximshme se kurrë, duke u paraqitur thuajse pa rroba. Në foton e parë, Joana shfaqet duke mbuluar gjoksi me duar, një pozë artistike, por tejet provokuese që menjëherë tërheq vëmendjen e ndjekësve. Në imazhet e tjera, ajo ka publikuar poza sensuale ku thekson linjat e saj trupore, duke ekspozuar me vetbesim asete që shpesh e kanë bërë një ndër figurat më të komentuara në rrjetet sociale. Shkëlqimi i ishullit aktivizohet, ka shkruar ajo krahas postimit, një përshkrim që duket se i përshtatet tërësisht atmosferës tropikale dhe energjisë së nxehtë që përcjellin fotot. Postimi mori qindra komente dhe mijëra pëlqime brenda pak minutash, teksa fansa dhe ndjekësit nuk kursyen komplimentet për pamjen e saj teje tërheqëse. Joana, e njohur për stilin e saj të veçantë dhe shpesh provokues, po vazhdon të jetë një ndër emrat më të përfolur të momentit, si për pozat e guximshme, ashtu edhe për lidhje me këngëtarin Marku, e cila duket se po i shton edhe më shumë vëmendje publike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.